Joz Marku ka zgjedhur një mënyrë të thjeshtë por kuptim plot për të uruar Loredanën në ditëlindjen e saj. Në një postim në Instagram, ai ka ndarë një foto ku ajo shfaqet me tortën e ditëlindjes, ndërsa përshkrimi vetëm është një emoji me aureol, një detaj vogël por që lë shumë për të nënkuptuar. Ky veprim i Jozit është parë nga ndjekësit si një sinjal i qartë se lidhja mes tij dhe Loredanës është ende e gjallë, pavarësisht mungesës së tyre në rrjetet sociale kohët e fundit. Edhe pse nuk kanë qenë aktiv në publik apo në postime të përbashkëta, kjo ndërhyrje e Jozit në një ditë të veçantë për Loredanën tregon se raporti mes tyre vazhdon, ndoshta në mënyrë më private. Kujtojmë që dyshja janë njohur dhe u lidhën gjatë qëndrimit të tyre në Big Brother VIP Albania, ku krijuan një lidhje të komentuar nga publiku. Megjithatë, pas daljes së tyre nga shtëpia, sidomos pas incidentit të përfolur të shpullës, marrëdhënia e tyre ka qenë në hije dhe pa shumë zhurmë mediatike. Ky urim i heshtur, por domethënës, mund të jetë një tregues se ndjenjat nuk janë shuar, edhe nëse publiku nuk është më pjesë e përditshmërisë së tyre.